Po, unë mendoj se derisa po diskutojmë, pikërisht fakti që ne ndajmë role, na tregon që nuk është gjithçka në rregull, sepse në realitet roli i burrit dhe gruas nuk duhet të shihet si luftë mes gjinive, mirë po duhet shihet si ekip, që për të funksionuar mirë duhet ketë do të thotë edhe komunikim të mirë, edhe punë të përbashkëta, sepse thonë që gruaja shtyllë e shtëpisë, mirë po kur janë dy shtylla shtëpia është më e qëndrueshme, kështu që edhe burri edhe gruaja duhet të punojnë së bashku si ekip. Unë mendoj që pse ekziston defekti edhe ndahen akoma këto role, është qysh nga koha më herët kur ka pas një hamendje ndoshta në mes burrit dhe gruas se si është pa figura e burrit apo si është pa figura e gruas. Fatmirësisht ka ndryshuar sepse vendi ka evolu, rolet kanë evolu edhe tash është krejt më ndryshe, mirë po konsideroj sepse ekziston akoma këtë ndarje është se ne kemi evolu, mirë po rolet nuk janë rinegociu mes bashkëshortëve. Për të pas do të thotë kjo duhet filloj nga familja, ne duhet të rrisim djemt që i respektojnë vajzat, mirë po njëkohësisht duhet rrisim edhe vajza cilat e kanë guximin. Sepse faktikisht unë konsideroj që ka mbështetje edhe të burrit ndaj gruas, edhe është reciproke edhe gruas. Burrat shqiptar do thotë ndoshta mendoj që pse nuk shihet që vlerësojnë apo mbështesin mjaftueshëm është nga ato ma herë do me thonë që ka qenë stigmatizimi se ti nuk dukesh burri mjaftueshëm nëse shifesh që po mbështet gruan sa duhet. Mirë po tash fatmirësisht mendoj që kjo ka ndryshuar, nuk është mirë që ka ndryshuar, sepse atë që ka ndjen duhet ta bësh në një familje duhet. A janë prapë pritshmëritë e mëdha për gruan që t'jetë çdo kohë perfekte e përkryer? Unë mendoj që burrat nuk kanë problem pse është një grua e fortë, kanë problem të bashkjetojnë ndoshta me një forcë të tillë sepse nuk janë mësuar më herët. Kanë ndoshta pritshmëri më të mëdha sepse fatmirësisht gruaja tash është çdo kënd, nuk është si përpara që i kanë pas pritshmëritë vetëm në shtëpi se si do të jetë ajo një anvise. Tash do të thotë burrat mendoj që kërkojnë një grua moderne, në profesion edhe gjithkohë mirë, po njëkohësisht në thelb kërkojnë edhe një shtëpiake të denjë në shtëpi.